Falënderimi I takon vetëm Allahut Azza wa Jell, Zoti të botrave. Atë falenderojmë. Për atë ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes tonë dhe nga veprat tona të këqija. Atë që Allahu Azza wa Jell e udhëzon, nuk ka askush që ta humbë. Dhe atë të cilin Allahu Xhele Xhelalu e lë në humbje, nuk ka askush që mund ta udhëzoj. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, njëi pa shok, dhe dëshmoj se Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe I dërguari I Tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kërkojini llogari vetëve tuaja përpara se të merreni në llogari. Wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Dhe peshojini punët tuaja. Peshojini punët tuaja përpara se ato të peshohen ditën e gjykimit. Fa inna al-yawma 'amalun wala hisab wa ghadan hisabun wala amal. Sepse sot ka punë dhe nuk ka llogari, ndërsa nesër ka llogari dhe nuk ka punë. Në jetën e përditshme të gjithë bëjmë llogari. Tregtari numëron fitimin dhe humbjen. Nxënësi kontrollon përgjigjet përpara se ta dorëzojë provimin. Drejtuesi vlerëson dhe kontrollon punën e tij. Por lind pyetja, sa shpesh e kontrollojmë gjendjen e zemrës tonë? Sa shpesh pyesim veten se si është marrëdhënia jonë me Allahun Azza wa Jell? Shumë njerëz tregojnë kujdes të madh për pasurinë e tyre materiale, por shpesh ata neglizhojnë pasurinë më të madhe, që është kjo fe madhështore dhe veprat e tyre. Ju kujtohet se ligjëratën e shkuar ne folëm për llogarinë në ditën e gjykimit, ndërsa sot do të përqendrohemi tek muhasabetun nefs, që do të thotë llogaritja ose vetë llogaritja e vetes tonë. Po çfarë është vetë llogaritja, të nderuar vëllezër dhe motra? Vetë llogaritja është kur besimtari ndalet çdo ditë dhe I bën pyetje vetes tij, jo një, po disa pyetje. Çfarë bëra unë për Allahun Xhele Xhelalu? Ta kënaq atë. Çfarë gabimesh kam bërë? Që ti ndreq ato dhe të pendohem për ato. A ndoqa rregullat e Allahut apo ndoqa epshin tim, egon time? Nëse do të vdisja sonte, a do të isha I kënaqur me gjendjen time? Kjo nuk është dëshpërim, por një metodë e rëndësishme për vetë përmirësim dhe kthim të sinqertë tek Allahu Xhele Xhelalu. Kemi argumente të shumta në Kur'anin Fisnik, kur Allahu Xhele Xhelalu na tregon në surën Hashr, ajeti 18 ku thot: Ja eyyuhalladhina amanu ittaqullah. O ju që keni besuar, friksojeni Allahut. Falyanzur nafsu ma qaddamat lighad. Friksojeni Allahut dhe le të shikojë çdo njeri se çfarë ka përgatitur për të nesërmen. Ky ajet na mëson se besimtari duhet të rishikojë vazhdimisht veprat e tija dhe të përgatitet për ahiretin. Po ashtu Allahu Xhele Xhelalu thot në surën El-Hijr, ajetin 92-93: Wali rabbek lanuhasibannakum bima kanu ya'malun. Pasha Zotin, për Zotin tënd do t'i marrim të gjithë në llogari për atë çka kanë vepruar. Dhe në surën Zelzele Allahu Xhele Xhelalu e tregon, dhe shumë prej nesh e dëgjojmë këtë sure se e këndojmë shpesh në namazet tona. Femen ya'mal mithqala dharratin khayran yara
Mo me ya'mel mithqale dharratin sharran yara. Ai që bën një vepër të mirë, sa do qoftë ajo edhe një grimcë e vogël, atomi, e vogël, shumë e vogël, do ta gjesh problemin për atë. Po ashtu dhe e kundërta. Nëse bën një të keqe, sa do qoftë e vogël tjetë ajo, sa grimca e atomit, që atomi është sasia madhësia më e vogël, do ta shoh atë, do ta gjesh problemin për atë. Asgjë nuk humbet. Çdo fjalë, shikim, qëllim, çdo veprim është i regjistruar dhe do të paraqitet. Por çfarë na tregon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për vetë llogaritjen? Thot, më i miri krijesave, alayhi salatu wassalam, njeriu është i zgjuar. Dhe njeriu i zgjuar është ai që e llogarit veten dhe punon për atë që vjen pas vdekjes. Ndërsa i paafti është ai që ndjek dëshirat e veta dhe shpreson tek Zoti me kotësinë e tij, pa bërë vepra, subhanallah. Kurse i aftë është ai që llogarit veten, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, është i zgjuar, është i aftë, fitimtar. Ndërsa ai që bën të kundërtën është i paaftë, shpreson pa bërë sebepet. Dhe sebepet janë të ndryshme, nderuar vëllezër dhe motra. Ky hadith na mëson se zgjuarësia e vërtet nuk qëndron vetëm në suksesin e kësaj bote, por në përgatitjen që bëjmë ne për ahiret. Po ashtu pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, të gjithë bijtë Ademit gabojnë. Ja gabimtar, ashtu i ka krijuar Allahu xhelle xhelalu. Dhe më të mirë prej gabimtarëve janë ata që pendohen. Prandaj vetë llogaritja duhet na çojë drejt pendimit të sinqert, jo drejt humbjes së shpresës në mëshirën e Allahut xhelle xhelalu. Tani edhe një vështrim tek sahabët e nderuar. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Si ka qenë vetë llogaritja e tyre? Omar ibn Khattabi radiallahu anhu, prirësi besimtarëve, Zoti qoftë i kënaqur me ta, ishte halife, ishte prirësi besimtarëve, në dorë kishte gjithçka, pasuri, famë, pushtet, që i cili është quajtur i drejt dhe është përgëzuar me xhenet në këtë dynja, sa që ka ardhur transmetimin e saktë, një pallat ja ka ndërtuar Allahu në xhenet. Megjithatë, ai thoshte, llogariteni veten para se të llogariteni. Ai ka thënë gjithashtu, po të ngordh një kafsh, një mushk, buzlumit e Eufrat, gjatë kohës së sundimit tij, do të kisha frikë se Allahu do të më kërkonte llogari, subhanallah. Kjo tregon përgjegjësinë e tij të jashtëzakonshme. Ku jemi ne vallë? Po Ebu Bekri, radiallahu anhu, që pejgamberi i Zotit tha, sikur të vije imani e Ebu Bekrit në peshore, në një anë të peshores, dhe në anën tjetër të vendosej imani i gjithë umetit, do të peshonte më shumë imani e Ebu Bekrit. Çfarë ka thënë Ebu Bekri Siddiku radiallahu anhu? Një ditë e pa një zog dhe tha, lumë për ty, o zog, ha, pi dhe fluturo, ha, si kur ti isha pem që të pritej, dhe mos isha krijuar për llogari, subhanallah. Kjo është shenjë frikës së madhe ndaj Allahut, e shoqëruar me përulësi, dhe jo me humbje shpresë dhe me fodullëk. Derisa Uthmani ibn Affani radiallahu anhu, po ashtu prirësi besimtarve, që edhe me lajket e Allahut turpëroheshin prej tij, prej pozitës të madhe që kishte ky sahabi nderuar, kur kalonte pranë varreve, qante sa i lagej mjekra. Kur e pyetëm pse qante aq shumë, tha, kam të dëgjuar të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam të thotë se varri është stacioni i parë i ahiretit. Ndërsa Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu thoshte, dunjaja largohet, po largohet, dhe ahireti po afrohet. Bëuni prej bijve të ahiretit, dhe jo prej bijve të dynjas.
Ai e këshillonte vazhdimisht veten përpara se të këshillonte të tjerët. Por Selefu Salihinët, të parët tanë të mirë, si ishin? Hasan el Basriu, Allahu e mëshiroft, ka thënë, besimtari është rojtari vetës së tij. Ai e llogarit veten për Allahun. Ndërsa Ibn Qayyimi, Allahu mëshiroft, ka shkruar se zemra është një kopësht. Nëse nuk hiqen barrat e këqija, ato e shkatërrojnë atë. Po ashtu edhe njeriu. Nëse nuk e kontrollon veten, mëkatet do ta mbulojnë atë. Do t'ja mbulojnë zemrën. Cila janë ato fushat, nderuar vëllezër dhe motra, që duhet të bëjmë vetë llogaritje? E para në namaz. Gjatë namazit ditor, a u fala në kohë? A isha i përqindruar? A u berra barë për të tjerët? A i shqetësova të tjerët në namaz? A ishte namazi barë apo kënaqësi për mua? Tjetër, te gjuha, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ai i cili e beson Allahun azza wa jall, hak, dhe ditën e gjykimit, ose të flasi mirë, ose të heshti ta qepi gojën. Ose të flasi mirë, ose të hesht ta qepi gojën. Sa herë kemi përgojuar? Sa herë kemi lënduar dikë me fjalë? Kjo pra është fush që duhet të bëjmë vetë llogaritje. Te zemra, a kam zili? A kam mendje mallësi? A kam urrejtje ndaj besimtarëve? Te koha çdo ditë ka 24 orë. Si kemi shfrytzuar ato? Sa kohë kemi kaluar me adhurim? Dhe sa kohë kemi humbur me gjëra të pa dobishme? Duhet jemi të vetëdijshëm për pengesat e vetë llogaritjes. Njëra pengesat është dashuria e tepruar për dynjan. Të duash dynjan më shumë. Është problem. Shoqëria e keqe, zvarritja e pendimit, domethënë vonesa e pendimit, mendje mallësia, harresa se një ditë do vdesim, sepse shejtani e mashtron njeriu duke i thënë ke kohë. Ke kohë. E mashtron. I thot, subhanallahu, kjo është shumë e habitshme, po edhe shumë për të ardhur keq. Të parë tanë tregojnë. Ndërsa shejtani mundohet me mishe me shpirt ti çojë njerëzit në kufër, në mohimin e Allahut azza wa jall. Nuk i arrin qëllimit. Çfarë vepron? Fut ide ekstreme në mendjen e njeriu, Zot na ruaj. I thot ti je i devotshëm. Falu rregullisht. Po në anët e tjera je bërnut, je zero. Fut ide ekstreme në mendjen e njeriu, thot ti je më i mirë se X ose Y ose filani. A kupton? E mashtron orë sekond. Kjo është fatkeqësi. Dhe shumë e hasim shpesh këtë gjë sot. Mashtrimin që u bën shejtani njerëzve. Sa që ka ndodhur dhe në Mekë, në Arabinë Saudite, ka qenë nxënësit e një prej dietarë më të mëdhenj që ka njohur shekulli ynë, apo shekulli që kaluam, Shek Bin Bazi, Allahu mëshiroft. Nxënësit, disa prej nxënësve të tij, morën ide ekstreme. Sa që shejtani luajti me ata, futi në mendjet e tyre ekstremitetin e tepruar, sa që u tha njërit prej tyre ti e Mehdiu i pritur që e presin muslimanët. Dhe mblodhi një grup njerëzish dhe terrorizuan besimtarët në Qabën e shenjtë, që quhet Mesjidil Haram. Është haram derdhja e gjakut, është haram e keqja në ato vendet e shenjta, pra. Për disa ditë me radhë terrorizuan muslimanët, duke derdhur gjak e duke futur frikën në zemrat e besimtarëve, pra nga ekstremiteti. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë ya kumul ghulu. Keni kujdes dhe ju paralajmëroj larg çdo ekstremiteti, se është vras të sarë. E vret besimtarin. Po ashtu ekstremi i lartë, i madh, po ashtu edhe ekstremi në ulje. Janë të dyja anët e monedhës që janë të rrezikshme për besimtarin. Dhe pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam thotë, jemi popull mesatar
dhe kam zgjedhur për ju rrugën e mesme. As mos shtrëngoni në fe fort, as mos lironi. Se të dyja, edhe shtrëngimi dhe lirimi, ju çojnë drejt humbjes. Dhe sa kemi raste sot, vallahi billahi, Zot na ruaj për atyre që shtrëngonin shumë në fenë e Allahut dhe sot janë lëshuar, pra as namaz nuk falin. Bile ka për atyre që thonë namazi është obligim vetëm 2 namaze në ditë. Zot na ruaj. Ja, ky është ekstremitet, jo vëllezër. Te do të kemi kujdes. Te do të kemi shumë kujdes se kjo na çon në devijim, se siç tham shejtani los me njeriu. Thotë je i mirë, i devotshëm. Aty ta ka bërë gjemën. Se besimtari i mirë i sinqert është ai i cili është i matur dhe i qetë dhe nuk merret të shqetësoj njerëzit apo të merret me problemet që si takojnë. Zot na ruaj. Po si ta praktikojmë ne vetë llogaritjen, vëllezër dhe motra? Çdo mbrëmje para gjumit duhet kërkojmë falje istighfar. Do rishikojmë veprat e ditës. Duhet falenderojmë Allahun për të mirat që na ka dhënë. Do të pendohemi për gabimet që kemi bërë. Do të vendosim synim konkret për ditën e nesërme. Çfarë do bëjmë? 5 minuta të sinqerta, çdo natë njeriu mund të sjellë ndryshim të madh në jetën e tij. 5 minuta të sinqerta. Ti dhe Allahu xhele xhelalu. O Zot, më drejto, më fal, më udhëzo. Më bëj besimtar të mirë, që të më duan njerëzit, më respektojnë njerëzit. 5 minuta nuk kushtojnë asgjë. Sepse në këtë mënyrë do arrish kënaqësinë. Sepse është e qartë dhe e kuptueshme. Nëse i tregtar nuk kontrollon llogaritë e tij, pas pak kohë do të falimentoj. Edhe zemra falimenton, vallahi, nëse nuk kontrollohet. Edhe një makinë, nëse nuk e çon ke ustaj, pas një kohe të gjatë që e ke përdorur, ajo do të lëri në rrugë, do prishet. Po ashtu dhe zemra, vallahi, pa vetë llogaritje, mbushet me mëkate dhe dobësohet. Dhe nëse ne do ta vetë llogarisim veten, atëherë do të gjejmë frytet e mposhtme, zemër të pastër, pendim të vazhdueshëm, namaz më të përkushtuar, moral më të lartë, mëkate sa më të ulta, afërsi me Allahun xhele xhelalu dhe llogari më të lehtë për ditën e gjykimit. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin wa su'in fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahda, wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. S'ka dyshim të gjitha falënderimet janë për Allahun xhele xhelalu, i cili është një i vetëm, s'ka zot tjetër përveç tij, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, që është pejgamberi i fundit dhe s'ka pejgamber tjetër mbas tij. Të nderuar vëllezër dhe motra, do të dimë se një ditë do të qëndrojmë para Allahut xhele xhelalu. E kemi përmendur dhe ripërmendur, nuk do na ndihmoj pasuria, posti apo fama, po do të na ndihmoj besimi, veprat e mira dhe mëshira e Allahut xhele xhelalu. Prandaj le të bëjmë zakon që çdo ditë ta pyesim veten çfarë bëra për Allahun. Kë kam lënduar që t'i kërkoj falje. Kujt i kam bërë mirë? Për hir të Zotit, a jam më i mirë se dje? Nëse përgjigjet janë të mira të këtyre pyetjeve, falënderojmë Allahun. Nëse jo, të shpejtojmë te dera e pendimit, e cila mbetet e hapur. Prandaj s'duhet të zgjatem shumë. Elus Allahun e madhëruar me emrat e tij të bukur, cilësitë e përsosura, na jap zemra që kujtojnë ata, sy që qajnë nga frika e tij, gjuhë që e përmendin ata dhe të na bëj për atyre që llogarisin veten në këtë botë në mënyrë që llogaria në ditën e gjykimit të jetë më e lehtë. Allahu na fal neve, prindërit tan, të gjithë besimtarët, Allahu ndihmoj gjithë muslimanët kudo që janë, na bëj banorëve të xhenetit Firdaus. Amin. Inna Allahu malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima.